Dëshiron më shumë fat, para dhe mbarësi këtë vit të ri? Atëherë shiko çfarë duhet të kesh në tavolinë. Tavolina vitit të ri nuk është vetëm ushqim. Në shumë kultura ajo simbolizon begati, shëndet dhe progres për vitin që vjen. Në mesnatë, hani 12 kokra rrush. Çdo kokër përfaqëson një muaj me fat. Kjo traditë vjen nga Spanja dhe Portugalia. Në mëngjes zgjidhni ushqime në formë rrethi, si petulla apo kek. Forma rrethore simbolizon vazhdimsi dhe ciklin e plot të vitit. A e dini se mishi i derit konsiderohet fatsjellës, sepse lidhet me shëndetin, begatinë dhe vijimsinë. Në Greqi, natën e vitit të ri përplaset një sheg në derën e shtëpisë. Sa më shumë kokra të shpërndahen, aq më shumë mbarësi besohet se sjell viti. Piqni edhe peshk, pa ja hequr luspat. Luspat ngjajnë me monella. Peshqit simbolizojnë unitet familjar, dhe ata gjithmonë notojnë përpara, prandaj simbolizojnë progresin. Në Japoni, natën e vitit të ri hahen makarona të gjata, pa u thyer. Ato simbolizojnë jetë të gjatë dhe fat të mirë. Shtoni në tryezë perime jeshile. Në shumë kultura simbolizojnë mbarësi. Mos harroni thjerëzat, ata ngjajnë me paratë dhe konsiderohen fatsjellëse në Itali dhe Brazil. Në fund gatuani edhe një kek, brenda vendosni një monedhë. Kush e gjen, thuhet se do ketë një vit me fat. Besim apo traditë? Këtë zakone e bëjnë vitin e ri më të bukur. Zgjidhni ato që ju pëlqejnë dhe niseni vitin me energji pozitive. Po ju, cilën traditë do të provoni këtë vit të ri?